Shpeshherë flitet për produktet që ne duhet të prezantojmë në tregun evropian dhe shpeshherë të qëndrojmë në atë pjesën që ne mund të bëjmë më mirë. Për shkak të pozicionit që ne kemi, për shkak të klimës dhe mundësive që kemi, përgjithsisht na bën të favorshëm sidomos zhvillimin e serave, duke na dhënë shumë mundësi që të dalin shumë më shpejt në treg dhe të kemi produkte të konkurrojmë vende tjera, por duke siguruar dhe produkte me cilësi. Po kështu dhe produktet, siç mund të jenë produktet autoktone që ne mund të kemi, falë dhe biodiversitetit që kemi, për shembull, një sektor shumë i rëndësishëm është sektori i bimeve medicinale dhe aromatike, që Shqipëria është shumë e pasur dhe prodhon dhe ka goxha për shkak të biodiversitetit, por jo vetëm dhe produkte si për shembull verat made in Albania, janë produkte që vitet e fundit ka pasur rritje dhe duke prodhuar një cilësi të mirë dhe duke futur dhe në tregun evropian.